Duaja në kohën e iftarit. I dërguari i Zotit, Muhamedi alayhi salatu wassalam, na mëson se koha e iftarit është një moment shumë i përshtatshëm për t'u lutur Allahut të Madhërisëm. Kjo edhe për faktin se duaja e agjeruesit në kohën e iftarit nuk refuzohet, gjëgjësisht është e pranueshme te Allahu i Madhërisëm. Pejgamberi alayhi salam lidhur me duan në prag të iftarit është shprehur kështu: janë 3 persona, lutjet e të cilëve nuk kthehen prapa: lutja e agjeruesit në prag të iftarit, lutja e imamit apo prijesit të drejtë, dhe lutja e viktimës apo atij që i është bërë padrejtësi. Allahu i Madhërisëm e çon lutjen e tij mbi re dhe asaj i hapen dyert e qiellit. E Zoti i Madhërisëm thot: pasha madhërinë time, gjithsesi se do të ndihmoj qoftë edhe pas një kohe. Vet pejgamberi i Zotit alayhi salatu wassalam lutej në iftar kështu: Allahu im, për hir tëndin agjerova, me atë që më ke furnizuar bëj iftar, etja shkoi, damarët u njomën. Në dasht Allahu edhe shpërblimi dhe mirësia mu caktuan. Duke u mbështetur në këto që u përmendën dhe duke e ditur se sa me vlerë është pikërisht koha para iftarit, është e udhës që besimtari ta shfrytëzoj këtë kohë për t'u lutur Allahut të Madhërisëm, ashtu siç e mendon se është më së miri. Ndonëse rekomandohet në veçanti kjo dua, të cilën e bënte edhe vet i dërguari i Zotit Muhamedi alayhis salam, dhe e cila është dukshëm e përhapur ndër besimtarët ta. Allahu ynë, vetëm për ty agjerova, ty të besova, te ti u mbështeta dhe me riskun tënd bëj iftar. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar se më mirë është që iftar të bëjmë me ujë ose me hurma, sepse vet ai kur kishte hurma bënte iftar me to, e kur nuk kishte bënte iftar me ujë. Pastaj falte namazin e akşamit. Enesi radiallahu anhu kështu e përshkruan pejgamberin e Zotit në iftar. I dërguari i Allahut para se ta falte namazin e akşamit, bënte iftar me ca kokra hurma të njoma, e kur nuk kishte të njoma, bënte iftar me hurma të thara, e kur nuk kishte as hurma të thara, bënte iftar duke pirë pak ujë.